Qoftë lëvduar Jezu Krishti, mirëmbrëma për të gjithë ju të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju uftojmë këto momente të lutemi së bashku në mbrëmsorën. Po lusim mbrëmsorën në parë të së dielës, java 17 gjatë vitit. O hyj më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdio Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. O Zot, krijues i të gjithave, drejtues në botë, që ditën e vesh me dritë të hishëm e me hir të gjumit natën. Prehja gjymtyrve të këputura, tu kthej zellin e punës, të lehtësoj mendjet e lodhura, të he gjëmat nga shëruese. Fal ditës që kaloi e uratëve në natë të re, ndihmo fajtoret me anë të premtimit, me këngë shpalosim himnin. Thellësisht të këndovë zemra për ty zëri të kumboj, të dash dëshira e pastër, të adhuroft mendja për kor. Kur errësira e madhe me ne të mbuloj ditën, feja të mos njoh terin, nga feja shkëlqef nata. Na ruaj atë plot drejtësi, dhe o birë baraz me atin, bashkë me shpirtin ngushëllues, që njet jetës je sundues. Amen. Antifona e parë, por sytimi i kemit, unë ngrit lutja ime drejt teje o Zot, Psalmi 141, lutja në rrezik. O Zot, klitha drejt teje eja me të shpejtë kun, dëgjoje zërin tim kur thëras drejt teje. Unë ngrit lutja ime si timi i kemit në pranin tënde, lartësimi duarve të mia, por si flia e mbrëmjes. Vërja rojën o Zot gojës sime, edhe rojtarët në derë të buzëve të mia. Mos lejo të prirët zemra ime në punë të këqija, për të së ndërtuar punë të liga me njerëz të paudhë, që të mos i shijoj kënaqësitë e tyre. Le të më rrah i drejti, kjo është mëshirë, le të më çortoj, por vaji mëkatarit mos e left kokën time, por paqa uratën përballë mbrapshtisë së tyre. Kur nga gremina ti plandosim gjyqtarët e tyre, do të shohin sa të ëmbla kanë qenë fjalët e mia. Por si ashklat e latuesit e të prerësit në për tokë, shpërndahen eshtrat e tyre grykës nën tokës. Te ti o Zot hyje jemi janë sytë e mi, ty të rash ndore, mos lejo të birët shpirti im, më ruaj prej grackës që ma kanë ngrehur, prej pengesave të atyre që bëjnë të keqen. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Por si tymi i kemit, unë ngrit lutja ime drejt teje o Zot. Antifona e dytë. Ti o Zot je strehimi im, prona ime në tokën e të gjallëve. Psalmi 142. Ti je strehimi im. Me gjithë zë thëra Zotin në kushtrim, me sa zë kam Zotin e përbej. Para ti zhgrehem në vajtimin tim, para ti e qes shtrëngimin tim. Me gjithë se shpirti im po meket në mua, ti e njeh udhën time, udhës nga më duhej të kaloja, ma ngrehen grackën. Shikoja djathta se shihja, si shte askush që të më njehte, askund shtek shpëtimi, dhe s'është askush që të kujdeset për jetën time. Atëherë të thira në ndihmë o Zot, e thash, ti je strehimi im, ti je pjesa ime në tokën e të gjallëve. Vështroj britmat e mia, sepse janë përvujtruar për së tepërmi. Më liro prej salvuesve të mi, sepse janë më të fortë se unë. Nxirre shpirtin tim prej rrethimit, që ta lavdëroj emrin tënd. Rreth meje do të bashkohen të drejtët, nëse mirësisht do të kujdesesh për mua. Lavdio Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Ti o Zot je strehimi im, prona ime në tokën e të gjallëve. Antifona e tretë. Jezusi e përuli vetveten deri në vdekje, prandaj hyi e lartësoi në lavdi. Kënga marrë nga letra drejtuar Filipianëve kapitulli 2. Krishti shërptor i hyjit. Krishti Jezus edhe pse me natyrë hy.
Barazin e vet me të nuk e çmoj si një visar që s'mundet pa të. por ia mohoi vetvetes E mori natyrën e shërbëtorit dhe u bëi ngjashëm me njerëz, dhe për ka pamja jashtme, dukej vetëm njeri, e përuli vetveten duke u bërë i dëgjueshëm deri në vdekje. mund deri në vdekje në kryq, Prandaj edhe hyi e lartësoi tezve, dhe i dha emrin që është mbi çdo emër, që në emër të Jezusit të përkulet çdo gjuhë, i atyre që janë në qiell, në tokë e në nën tokë. dhe çdo gjuhë të dëshmoj. Jezu Krishti është Zot në nder të hyjit atë. Lavdio Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Jezusi e përuli vetveten deri në vdekje, prandaj hyi e lartësoi në lavdi. Leximi i shkurtër marr nga letra drejtuar Romakëve, kapitulli 11, rreshta 33 deri 36. O thellësi e pasurisë, e urtisë dhe e dijes së hyjit, sa të pavëzhgueshme janë gjygjet e tija, sa të pashqyrtueshme janë udhët e tija, e një mend, kush e njohu mendimin e Zotit, kush i u bë atij këshilltar, kush i dha atij më parë që të jetë detyrë t'i kthehet, sepse gjithçka është prej tij, nëpër të dhe për të. Qoftë lavdëruar për gjithmonë e jetës. Amen. Sa të mëdha janë veprat e tua, o Zot. Sa të mëdha janë veprat e tua, o Zot. Ti i bëre me mirësi dhe urti. Veprat e tua, o Zot. Lavdio Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Sa të mëdha janë veprat e tua, o Zot. Kënga ungjillore Magnificat, antifona. Çdo skrib që përvetsoi mësimin e mbretërisë së qiellit i përngjan Zot shtëpisë, që nxjerr nga visari vet gjëra të reja e të vjetra. Kënga e Virgjës së Lume sipas Lukës ungjilltar kapitulli i parë, lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im me hare i brori i hyjit shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtorën e vet të përvuajt. qese që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. Sepse punë të mëdha bëri për mua hyi i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij, Mëshira e tij brezni me brezni. për ata që e druajnë. E tregoi fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve, I rrëzoi princat prej fronëve të tyre. e i lartësoi të përvuajturit, Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. e të pasurit i nisi duar thatë, I ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet. duke e sjell në mend mëshirën, Syua pa ati premtuar e tërveton. në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim. Lavdio Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Çdo skrib që përvetsoi mësimin e mbretërisë së qiellit i përngjan Zot shtëpisë, që nxjerr nga visari i vet gjëra të reja e të vjetra. Lutjet e besimtarve, ta lavdërojmë një të vetmin Zot, Atin, Birin e Shpirtin Shenjtë, dhe t'i lutemi me gjithë zemër. Rre o Zot me popullin tënd. O Zot i shenjtë, ati gjithë pushtetshëm, bëj që në tokën tonë të mbinë drejtësia. Dhe populli të gëzoj plotësinë e vllazërimit e të paqes. Rre o Zot me popullin tënd. Bëj që të gjithë popujt të hyjnë në mbretërinë tënde. Kështu që të shëlbohen të gjithë njerëzit dhe kombet. Rre o Zot me popullin tënd. Bëj që bashkëshortët të qëndrojnë në paqen tënde dhe të kryejnë vullnetin tënd. Dhe për herë të jetojnë në dashuri ndaj njëri tjetrit. Rre o Zot me popullin tënd. O Zot, shpërblej të gjithë bamirësit tanë. Dhe jepo atyre jetën e pasosur. Rre o Zot me popullin tënd. Shikoj me mirësi të gjithë ata që humbin jetën në luftë apo janë viktima të urrejtjes njerëzore. Pranoj në paqen qiellore. Rre o Zot me popullin tënd.
Aty në që je në qiell, u shenjë trofte emri yt, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hy, ti je mburoja jonë dhe shpresa pa ty, asgjë s'është e vyeshme, as e shenjtë, në pajis me mëshirën tënde, dhe na pri e na drejto, ashtu që ti përdori me urti të mirat e kalueshme, që qyshtani të jepimi pas atyre që kur nuk do të kalojnë, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqe dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.